fëmijë herë e din Ora, kush ka bën ato më të morë herë me intervista kush ata më për straight, ata hapi katalog. Bëjmë çik më bën. Po tash u bëm pak viral, se më të pas për shef me ne. Ja, rri i sekond, lutem, i sekond. Po do përgjigjesh. Jo më, domon ti mund bësh shaka, po ti je edhe pak real ke biseda, jo më ja fut vetëm kështu. Prit pak. Jam tu kthy në 2020-ën. Në telefon. E diti se ku jam të shku unë. Jam të shku ka ora. Shqip për zotin. Ja, prit i sekund. O quna goca, intervist me Aronin, shpërndani live-in të gjithë. Ja kemi ekskluzivitet Aronin sonde këtu. Kushos. E nesër kontroller, po i rigati me thoj kur të vinë. Shkej sekund. Vedim moment. Ma il nostro non si ferma. 29 luglio 1984. Shive ku jam. Kusho? Atë kujtohet kë? Po, doktor Zino. Qa thotë? O quna goca, share live-in që. Qa share më mos e share një masë morin selfie. Aron, a je gati kusho? Kjo këtu është lista për ty. Që në to? Pyetje. Aha, pyetje. Atëherë, tani për një moment, më dëgjoj me kujdes, për një moment do jemi në rolin nella sua abitazione verranno scoperti questi stracci e uno si rivelerà sporco di sangue e polvere da sparo. Il movente sarebbe stato l'odio per il nuovo amante di Barbara Lodge. Po ti duhet dërgosh biletat dhe edhe kodin e fluturimit të biletave. Dhe ju presim në mbrëmje në terminal, edhe ditën që do e kthesh ju përcjellin në terminal. Kështu që nuk ke nevojë me dal fare nga terminali, edhe me artikull. Jo, kujdes, rrim me roje këtu herë. Kalon ka herë i burri. Kam vu park për zotin e madh. Kam vu pak park. Aron, tani un jam një publik që nuk të njeh. Presupozohet që se di se kush je. Kthehemi në kohë, ne të dy nuk njihemi. Tani po shifemi për herë të parë, okay? Atëherë, për një publik që nuk të njeh, emër mbi emër. Në spytja parë. Aroni Pikal, okay. Pseudonimi. Aroni. Okay. I lidhur, statusi, i martuar, i ndar, i ku diun. Shumë i lumtur. I lumtur, wow. Shenja e horoskopit kusho? Dresi. Burdësi, faltësi. Doshi, se fillon me dhe nga tro. Mi pa të shit, bëjmë abet ta më burë, talëm kur tjetë për talë, këne pyetje tjetër, jo këta se këta janë... Dashi. Okej. Përgjigju pak. Ngjyra e flokëve kusho? Ku di unë dhe me fije të zi, ku di unë kështaj, ku di unë busë, se më shumë detaj. Marrone. Okej, çaj bi. Do të ti e ke atë ajo kolor jo. Jo, i kam të lymë. Altin Mejdani i lypër se me mjekër me të gjithë, së është i thinjo shkrejt, e kupton? Okej, sot dalja fuz blok. Okej. Ngjyra syve kusho? Si e shkruam dokument? Forma janë rromullak, ngjyrën për zotën se di. Okej, në ngjyrën e syve ka kështu, se janë pyetje nesër. Kusho?
Lesi, këtë s'do ta bëj si pyetje se i bimet zbulu krejt si është si certifikat, e kupton? A do doje ta ndryshoje emrin tënd? Jo, veç me ik shtetit. Okej. Për në shënë për një për i hallit. Okej. Më tha njëri o ti që më shkrujte e para puni herë, mos më drejto mu më të lloj forme. A kupton se je tu fol gabim se pastaj kur ja kthej juve ju vje keq edhe kapeni pastaj, kupton? Mos bosi njësh. Kishe komentove se jam njësh vet, pastaj je ti. Kupton? Unë pyetjet nuk jam të i shpik, jam të i lexu, o amigo. I kam këtu pyetjet thjesht, po i mor tash ca, s'do t'i bëj se du me i çmang. Mba më katësh. Ja po qa do t'i ta pyes, unë s'du me e pyetet e se qa problematikë është ka, se s'ka qefa i noshta me nejt me u hap. S'do të zjerë zërë të parë. Ja, të shqip. O kusho? Kush është, a ke kafshë shtëpiake? Mac. Okej. A pi duhan po? Jo. A më po se pi cigare tipo. Sa ko keshe, seriozisht, unë po ta bëj pyetjen kështu, sa ko keshe pi cigare? Një jetën Si tonë. di për zotën e kodi shumë. Paka shumë. Nuk e di. E ke pi për herë apo e ke lënë? Ke pas periudhë që e ke lënë? Po ja, s'e kam dhënë kur, 20 vjet, po thuaj se s'e kam dhënë kur. Sa paketa pin ditë? Se di 3, 4, 2, 5. Varet ku se di. Jo është ku jam shumë në live tonë në rrit të pi shumë edhe 5. Do më thonë pike cigare tamam kështu me ritëm dhe. Po. Okej. Kafsha juaj e preferuar, thot, pyetje. Kali shak. Se shkon mundesh me shit. Shkon Ja, nuk ta pranoj si përgjigje. Qoftë ti mund tush kali, po pse? Kali seriozisht bukur kështu, po di unë po. Okej, kali është një nga kafshët më të bukura që kam përdorur në mbretërit e kështu për ne. Ka Po normal më. thonë që me njëri iun kali ku diu është që është shumë besnik, ku diu se ta thonë. Është një ndjeshëm. Bravo. O kusho, revista e fundit që ke lexuar. Për zotin e më të pyetja. Të betoha më pyetja. Se di për zotën e mos kom lexuar në revista dhe sudoku. Jam nga që përmenet revistën shpare në u lidh me këtë mohabetin këtë të gjithë. Po s'ka shku puna aty, ala. Inshallah mos inshallah del di drejt. Libri i fundit që ke lexuar, a ke lexuar ndonjëherë libra kështu? Po, kam lexuar një Edukimi Siberian. Bert. E ke me gjithmonë. Po lexoj di libra shumë, po libri i fundit për zdytet herë kam lexuar tani Edukimi Siberian ose Edukacion Siberian, është shumë i veçantë. Ata mësoni budallik ta kërkojmë Google Xhosh. Po, është shumë i fortë. Një libër për minimin ta më i bukur që kam lexuar ndonjëherë. Edukimi si a do bëna e loj? Edukimi Siberian thot dikur një tuf fuqësh kishin ngelur keq. Me këtë është. Po, bazohet metaforikisht të ujku, metaforikisht. Okej. Pastaj të mbona i loje, por se ty ta kam frikën se ti ta. Okej. Gjëja e fundit që ke pirë. Fanta. Social network jo ti preferuar pa diskutim TikTok. S'ka nevojë me ta shuhiq. Kënga e fundit që ke dëgjuar. Ku di unë, o çat në televizor, mo çat ku di unë, morë. Këngëtari preferuar. Nick Charku normal. Shpat Kasapi. Okej. A ndjek futbollin e kusho? Ja. Okej. A je tifoz me nej kështu për nej gjot që bë tifozlik, qoftë futboll, qoftë nej sport nej gjot? Ja, sem tifoz, përveç se kontarës, ja. Okej. Hera e fundit që ke qarë kusho, se fillen të u vështirësu pyetjet tash. Hera e fundit që kam qajt?
Ku më ka një gosht në kamerë. Sa koka? Po ku di unë më kanë të punu në rrim para 6 vjeç. Më hi një gosht në kamerë, kjo edhe po përdita ku i sof. Më një 3 qytetarë. Okej. Më duke fort i sinqert ke kjo, po hajt mo. U fut Florin Big Brother, qaj dhe ditë për ditë, bur. Okej. A je tradhtuar ndonjëherë Kusho? Ja, po. Tashi, kur them a je tradhtuar ndonjëherë kam fjalën, nuk ka lidhje në tradhtim me femër, po them mund të jetë tradhtim shpesor. Bravo, kjo është gjë fantastike. Unë kam pas gjithmonë edhe shok më të mirë se vetën. Po ti thot, a ke tradhtuar vetë ndonjëherë? Pa thua prandaj? Po fjerë me jam. Fillimisht e ke pyetjen në lidhje me shoqëni e në miqësi, pastaj e ke përzdytë pyetjen në lidhje me femrat. A ke tradhtu ndonjëherë? Normal që do të gjati po. As edhe me pa tradhtu sta pranon kush apo na pyetje kot se sta pranon kush edhe me tradhtu thonë jo. O të maj për tip sinqert ty, o di që ti nuk të afert si bi me shpat kur të me thoni që. Jo, kur. Okej. Po, kështu, a ke tradhtu ndonjëherë vëlla në lidhje në femra në gjona kështu? Absolutisht jo, s'nuk. Po. Okej. Këto do me thonë të kam besu ndë. A ke qenë ndonjëherë në stres, kjo është e pa normal që po, se nuk mund të thush jo. Por zotin e madh jo. Ma por të shikot, po. Kur e ke kalu stresin për herë të fundit më shumë, kështu që ke qenë i stresuar, që më. S'kam më, nuk kam stres unë, jam kajt i qetë. Alban, respekt. Okej. O Kusho, a pi alkohol ti? Ja. Seriozisht s'pi alkohol ti? Për zotin, kur në jetë. Pyetja ishte a je bërë ndonjëherë tap? Ore s'kam pi kur alkohol në jetën time, s'e di si është. A, burr të shis, pas ke pi ndonjëherë alkohol ti e burr. Si s'ke pi ndonjëherë raki, birra, verë? Kush e mjef e din, jam i betu për alkohol dhe për drogë. Për zotin. O vlla, jo me qenë alkoholist. Jo, koli jam i betu më si preku kur, për këto dyja. Ke pi ndonjëherë birrë në jetën tënde ti e Kusho, nuk e di si janë birrës? Jo, kush e mjef e din, nuk as alkohol as drogë, kur. As e lloj drogë, as e lloj alkoholit. Po mirë, dakord. Po, ma kupton, duket pak kështu. Jo, pyet ata që më njohin, kur kam nejt me ty, a kam pi gjon, për shembull? Jo, më nuk e pi, jo, për ne them se nuk nuk më vjen, nuk e maj mend të paktën që të kesh ashtu ke pi ndaj kafe në gjë kështu, po. Okej. Për zotin jo. Kush janë 3 ngjyrat që të pëlqejnë më shumë? Ose zgjidh një ngjyrën tënde të preferuar, një tek. Blo, kot, blo, me dal për situatë. S'kam internet më duket. Padi i turbullim të nesë në rregull. Ora. A je bërë ndonjëherë pishman në jetë Kusho? Pa që të kosh bëhet ka pak pishman, po ka pak. Në njëherë. Pse, voshe për shumë, pse e bëna i punë, ose pse se bëna më mirë. Ose pse e lash më pak. Okej. Ora, na ke rana herë në dashuri? Po sigurisht, jam i martum. Normal se kam rënë dashuri. S'kam si pyetje. Okej. Po të shë pyetje, do të ta po pyetjen e Kusho, më e keq për zotin se ka herë. Po lezë si të bëjmë unë. Okej. Unë të përgjigja shparë, se thash jam shumë i lumtur, kështu që kur njeriu është i martuar, ka një fëmijë ai një relacion dashur, ka edhe është. Okej. Okej.
Kur ke qeshur për herë të fundit me lot? Kështu që i e shkris së qeshur, që çat ka bëmë qesh? Që për herë të fundit se ta pash. Tu pa i film, para një gjysore, kështu humoristik. Okej. Faleminderit, po. O Aron, a ke takuar ndonjëherë një njeri thot që të ka ndryshuar jetën? Po, shumë. Çdo shok që e takon okull, çdo shok të ri që e takon, që e them shokun, e din, ta ndryshon jetën një farë mënyrë. Kuptoj. Po sigurisht që po, në TikTok kam takuar njerëz që për shembull kanë ndryshuar jetën, pse më rrejnë. O Aron, a ke kuptuar kush janë miqtë tu të vërtet? Është pyetja. Më tonë drejtën krejt mirë kam pasur, mi vetëm njëri që s'm keni një herë tuan ku për shoqëri. Kur? Është vërtet. Gjithë kam pas shokët e mia. Po për Zotin e Madh. Falëndesh Zotit, unë s'kam pas një shok si. Okej, pyetja është, a ke kapur mat ndonjë njeri duke folur keq për ty thot? Jo, me po të folë kesh për mu largohëm, së më intereson shumë. Së më bënde i ndeshin. Ta persona që... Nëse jo bëmeni, për mua këtë. Sta persona që ke thot në rrjetin social tatin që përdor më shumë, i njeh personalisht, futja me përqindje, nga 0 deri në 100%. Po 3-4%. Ka rënë një taku të paktën 1-20, pak a shumë. Okej. Të ore e zgjuar sot. Nuk kam orë, Koli. Nuk e di. Ti nuk e... Pse me gjithmonë ti nuk keni orë jo? Po ka në televizor, burë orën, po se kam por, hen 11, a jem... Okej. 11. Okej, cila është gjëja që nuk durohet sipas teje? Shamja. Okej. Po, ore po më pyet fira jeti, po a jem të folë, a dukem mirë në rregull. Po mërë po jem rregull. Edhe më pyet a jeti, po normal se jam unë që po lëvizi. Po Aron, nuk e kam kuptu kur modeli i flokëve tuaj, thot, si quhet e kusha? Sa pyetje Aron. Del si fake, model varilesh quhet. Aha, dhe që, kështu? Po qa, i uli pak e shto kur... Mirë, isa... Si i thu, do më thënë? Jo ke berberi që të qethë për herë, but. I ke me një vend tjetër edhe do t'ja shpegosh i qik. Si i thu, olla? A i s'ka fut e herë dorte? Si i thu, me ullë pak? Bo, ban qatë dushi dhe mëse qaj kërë, ma i mirë s'dalë që do të bash. Okej. Po pse ti Koli mendon se mundet me më dalë me i bukaroni që do të beshën të arë, po. Jam e për katë burë për gallate këto. Nuk dalin pikë, po se di për Zotën, nuk e di pse, po s'ka lidhje o burë. Imi e 134 keti dhe 129. Thuj që dushë kushë, mundë me adres në re. Mendojnë që O njerës, share një live-in cilë dhe sa është Aroni me adres tjetër. Share një cilë live-in. Ja, manë se ishtë nga morin shafë, më e menë. Prit, hajme burra se të merë më shafë. O Aron, Okej. Çfarë të mërzit ty tani në këtë moment? Disa punë të lënë me përgjys. Alban, respekt. Okej. Cila është gjëja që do të ndryshosh në veten tënde? Duhet çka? Gjëja që do ndryshohet tek vetja. Absolut asisën.
Okej. Të pëlqe vetja kështu me të mirë dhe me të këqija tuaja kush, ha? Përveç hunës, domethënë. Shumë se kisha drejtu pak. Po ti me drejtu hunën e kush, o ty nuk të ndjek më kush në TikTok. Mëso si Enkeli, ta dishte. Okej. Enkeli qysh kur e boni, leja bon më të modha, Enkeli t'ja bon keq. Po nuk ka më vetvetja. Kështu që ne të dumë me hunën që kebur. O ragazzi, jemi me Aronin intervistë direkte nga veni i qenit. O Aron, për ty është e rëndësishme paraja apo shëndeti edhe gjona tjera? Shëndeti është kryesor, ja, burr. Domethënë kur po më apo vjen paraja më thon drejtën, më vajt kota. Okej. O Aron, kam një pyetje, po do më përgjigjesh, do më thush i emër. Prit i bëjmë follow edhe Babales. Po Babale, kam boj i koment ke jeta o shef për ty sot, so mërzita kur e poshet. Ha, kërtoj, të fala me banë, sa djeli mirë për zotin. Ashtë në ndjem të mirë TikTok-u. Atëherë, do thush dy emra. Po i me emra kush o të shef? O me emër ose thuj së përgjigjem, nuk ka medrat. Pyetja është, kush është shoku jot më i mirë çun edhe shoqja jote më e mirë femër, me emra. Përmend dy Në emra. TikTok? Po në jetën tate, në çdo lloj gjëje. Po, për femnë nuk kam shoqe, unë për shok kam shumë për zotë e malë, me ndo, i bjen kesë, dhe një si me pyet nënën, cilin fëmijë dhe në ma shumë, atë vogën atë ma, shok së më ndaj, o vla. Edhe Janë, i thoni Babales edhe Olcit sa po të marroj ke loja, aqeri marroje në pyetjet edhe po kulli, nuk mund të përgjigjesh as ti as unë as kërkosh saj pyetje, se shok nuk më i dalë, për shembull i ke 5-6 shok. Pranajo pyetja me spec. Po nuk e bën dot ova, nuk. Unë ka disa shokë që për zotën e madh më di se nuk kthehem më nisem për ta. Tani janë disa, jo nuk është një, nuk e di si. Mirë, na thuaj emër goce, pra, emër femre, çe ke shoqe. Jo, s'kam shoqë sa më shumë. Si s'ka si shoqe ti? Jo, janë. Jo, më kulën. Po jo, kush të thashë se ke shoqe ti, ç'është kjo tash? Jo, absolutisht. Ta mash për zotin ka alza. Okej. A ke tatuazhe kusho? A zhveshën kur? A sa tatuazhe ke? 20, diçka. I ke me gjithmonë 20 tatuazhe ti? Po për zot. Nuk e ke pas foto në pa në herë pa rroba? Po piercing, a ke kusho? Ja inshallah, i thoj, në për edukazhini të kodin. O pyte, nuk kam që me të bo. Okej, feja jote. Katolik. Okej. Shqiptare. Mbi gjitha. Cila është gjoja që të pëlqen e vetja? Për mene që të pëlqen të vetja, gjoja që të pëlqen. Që pëlqen. Po pas fakti që më TikToker leshi. Po va që të pëlqen. Që të pëlqen apo s'pëlqen? E para. Që nuk më pëlqen. Po, Arano, të shi, gjatë shi të sa. Jo, bravo, zoti nuk kem të një mirë. Gjëja që ty të pëlqen tek vetja jote, cilat? Pa nuk jam lesbek, nuk jam gay, por më po dha, jo nga para, po ti mos e thuj nga paraqitja, thuj më pëlqen, thuj se jam herë fizikisht nuk kam pyetje kurse kështu. Do të thonë në fakti që mundohem me majt fjalën pak, nëse ti do zonë. Okej, bravo, kjo pra më pëlqeu. Unë do thosha vendosmëria, më sa të njoh se di që je po e the, je kry. Aron, puna juaj vlla. Pik pyetje. Huna? Jo, puna, lavoro, ke lavoro faj. As vetë se dim, bravo zote. Prit pak ta që këta, i sekund. Lëp. Okej. A ke shenja të vrara në trup? Si me para për i kodit 5 kod. Okej. Janë disa, po nuk di si me e gjatë për papalën të shi.
Koli, unë desha mi përshnet pak babalin, po ai po do të më dalë kohë se banat molla, se këtu në është pak problem. Prit e burë se sa shru s'ka për gjithë gjo më nërë. Kush është njeriu që do më shumë? Pjesëtarët e familjes, Koli, besoj. Po njerëz i thoni Olcit në qofë sa shumë, qofë se janë bashkë ata se babali e ka adres të rendëve. Olci duhet të shut na e qojnë se s'm dalin. Se unë Kastile e bone këtë që. Për ne jo që në. Të shopë në ndalim, po unë si kam. Ja se erdhi Olci me... A vetëm do ju përshëndetje do ikun për Zotin. A shefti? Po ti ku je kush të na mori malli? Atë sa është sa mosh veni me kriminella. Po ti ku je kush? Kusho. Po ku je kush? Si të kam bo. Oj, pret. Unë e më të ikë vetëm se për t'ja bëjnë follow këtë në dëve, Po ku je më burr? Më pushime. Shishi që e mirë, po s'të ndam pushimet me hekër ti. O hekër, tani kur dalësh kam gjetë haveri i stil tjetër. Nuk do i rrafim mund, nuk do i dhunojmë. Vetëm do i fusim se zakun do t'i shim byth. S'është me të rrafme mu, o hekër, për Zotin. Gjohë bajnë ta. Po ro, në qa Nuk bugu është je. po me të rrafme. A me mor... Ate më se thuj kur aro. Po ma bëni halal Olës. Igo kush është shishi që e mirë, tujtë Zotit ty, tujtë Zotit familje, në qa kënë Zoti, Koli, natën. Tani po kena i gjo nevojë kusho, në thuj vëlla, i kam shku të po s'm ka këthy. Se di se ka Ashtë panë. do të me ndru tani. I rujtë Zoti Thuj e shumë kusho se për aty ku jeti kam mish shok sa dush. Më thuj po qatë doj zemre. Mos dhjas me dojnë me këtë tres telefonit. Fasi po që... Në kam dojnë? Jo, jam prap në live. Sa që jem të pas me nejt, po. Ona më ka, berkanicas më ma. Natën njerëz, po okej dalë. Jo, unë desha me dalë krejt, jo kështu. Natën e i rryti madhe zot, e ja kaloshe më mirë. Qa burgu t'je? Atëherë, jam në Berlin, për momentin, po pritem më transferu në Hanover. Edhe është ti çështje e vogël, ama çështje kohë më kry, do të më kry, zona që do të më kry. Mu mërzit jam, s'jam mërzit, as jo mos e mërzit, çdo gjë ka lënë hekrën. Rujtë Zotit, ta po futem ka herë kështu, po... Pak... Ciao, rujtë Zotit. Po, s'mban movull. Sapete quanto è facile vendere una donna? È un gioco da ragazzi. Guardate la mia bella Elisa. Adesso non c'è più e io mi ritrovo completamente nuda, con un risultato però piuttosto reale.